Dalja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC-u dhe formati i zgjeruar OPEC+ nuk është një zhvillim teknik i zakonshëm në tregun e energjisë. Është një akt që sinjalizon një ndryshim të thellë në mënyrën se si funksionon pushteti global, ekonomik, politik dhe strategjik. Në një kohë kur tregjet janë të trazuara nga luftërat dhe tranzicioni energjetik, ky vendim duket më shumë si një deklaratë pavarësie, sesa si një rregullim prodhimi. Për dekada me radhë, OPEC-u ka qenë instrumenti kryesor për menaxhimin e ofertës së naftës dhe stabilizimin e çmimeve globale. Por ky model gjithmonë ka kërkuar disiplinë kolektive, një kompromis mes interesave kombëtare dhe një strategjie të përbashkët. Pikërisht këtu qëndron thelbi i krizës aktuale. Ky kompromis po shpërbëhet. Nëse dikur tregu global i naftës dukej si një sistem i kontrolluar me kujdes nga disa duar të fuqishme, sot ai po hyn në një fazë ku rregullat e vjetra po zbehen. Në qendër të këtij sistemi ka qenë për dekada dy struktura kyçe: OPEC dhe zgjerimi i tij më i ri, OPEC+. Por për të kuptuar pse këto mekanizma po lëkunden sot, duhet parë më thellë se çfarë përfaqësojnë realisht. OPEC nuk është thjesht një organizatë teknike e prodhuesve të naftës. Është një instrument pushteti, i krijuar në vitin 1960 nga disa shtete që kërkonin të rimerrnin kontrollin mbi burimet e tyre natyrore. Ai u shndrua shpejt në një kartel që mund të ndikonte drejt për drejt ekonominë globale. Duke vendosur sa naftë do të hidhej në treg, vendet anëtare nuk po menaxhonin vetëm prodhimin, ato po menaxhonin çmimet, inflacionin dhe në mënyrë indirekte stabilitetin ekonomik të shumë vendeve. Në thelb, filozofia e OPEC-ut është e thjeshtë: kontrollo ofertën për kontrolluar çmimin. Kur prodhimi ulet, çmimet rriten. Kur prodhimi rritet, çmimet bien. Kjo logjik i ka dhënë organizatës një peshë të jashtëzakonshme, sidomos në momentet kur ekonomia botërore ka qenë e varur nga energjia fosile. Por bota nuk qëndron statike. Me kalimin e kohës, u bë e qartë se OPEC nuk ishte më i mjaftueshëm për të kontrolluar tregun. Prodhues të mëdhej jashtë tij, sidomos Rusia, kishin ndikim të konsiderueshëm dhe vepronin jashtë çdo disipline kolektive. Kjo krijoi një hendek që dobësonte fuqinë reale të kartelit. Përgjigjja erdhi në vitin 2016 me krijimin e OPEC+. Ky nuk është një organizëm formal në kuptimin klasik, por një aleancë funksionale që bashkon OPEC-un me prodhues të tjerë të mëdhenj. Në praktik, ai zgjeroi ndjeshëm kapacitetin për të ndikuar tregun global, duke përfshirë aktorë që më parë vepronin në mënyrë të pavarur. Megjithatë, pikërisht këtu fillojnë edhe problemet. Sa më i madh të bëhet një mekanizëm i tillë, aq më e vështirë bëhet ruajtja e unitetit. Interesat kombëtare nuk janë gjithmonë në harmoni. Disa vende duan çmime të larta dhe provim të kufizuar, të tjera duan të prodhojnë sa më shumë për të maksimizuar të ardhurat. Ky tension i brendshëm është sot një nga sfidat më të mëdha për OPEC dhe OPEC+. Në këtë kontekst, këto struktura duhet parë jo vetëm si instrumente ekonomike, por si reflektim i një rendi më të gjerë gjeopolitik. Vendimet për prodhimin e naftës shpesh janë po aq politike sa janë ekonomike. Ato lidhen me aleanca, rivalitete dhe strategji afatgjata për ndikim global. Sot, ndërsa bota përballet me tranzicionin energjetik dhe me pasiguri të reja gjeopolitike, roli i OPEC dhe OPEC+ po vihet në pikpyetje. A mund të mbeten këto struktura gardian të çmimeve globale në një treg gjithnjë më të fragmentuar, apo po hym në një epokë ku çdo shtet do të ndjek interesin e vet, duke dobësuar çdo formë koordinimi kolektiv? Përgjigjja ende nuk është e qartë, por një gjë është e sigurt. Epoka kur disa vende mund të diktonin ritmin e tregut global të naftës pas FID, po i afrohet fundit. Dhe në këtë ndryshim, kuptimi i vërtet i OPEC dhe OPEC+ bëhet më i qartë se kurrë, jo si struktura të përhershme, por si produkte të një kohe që po transformohet me shpejtësi. Pas këtij vendimi të Emirateve të Bashkuara Arabe, qëndron edhe një tension i heshtur me Arabinë Saudite, e cila ka dominuar tradicionalisht OPEC-un. Rivaliteti rajonal mes fuqive të gjirit nuk është më një sekret. Emiratet po kërkojnë një rol më autonom dhe nuk janë më të gatshme të funksionojnë në hijen e politikave saudite. Dalja nga OPEC-u është në këtë kuptim
një shkëputje nga një rend i vjetër, ku vendimet merreshin në mënyrë hierarkike. Në planin global, implikimet janë edhe më të mëdha. OPEC, pa një aktor se Emiratet, bëhet më i dobët, më pak i aftë për të kontrolluar tregun dhe më i ekspozuar ndaj fragmentimit. Rreziku i një gare prodhimi rritet, ku secili prodhues ndjek interesin e vet pa koordinim. Kjo mund të çojë në çmime më të paqëndrueshme dhe në një treg më kaotik. Në të njëjtën kohë, vendimi i Emirateve duhet lexuar edhe në kontekstin e krizave të fundit gjeopolitike. Lufta me Iranin, tensionet në Gjirin Persik dhe pasiguria rreth rrugëve të furnizimit, sidomos në ngushtisjen e Hormuzit, kanë shtyrë vendet e rajonit të mendojnë më shumë për kontrollin individual sesa për koordinimin kolektiv. Dalja e Emirateve nuk do të thotë se OPEC-u do të zhduket menjëherë, por do të thotë se roli i tij do të dobësohet, edhe më rëndësishmja, do të thotë se vendet anëtare nuk e shohin më atë si një strukturë të domosdoshme për mbijetesën e tyre ekonomike. Dalja e Emirateve është një paralajmërim, jo vetëm për OPEC-un, por për gjithë rendin global, që është ndërtuar mbi marrëveshje kolektive dhe balanca të brishta interesi. Në një botë gjithnjë më të paqëndrueshme, shtetet po kthehen te instinkti bazë, sovraniteti mbi gjithçka. Dhe kur kjo ndodh në tregun e naftës, një nga shtyllat kryesore të ekonomisë globale, pasojat nuk janë kurrë të vogla.